Unë po bëhen tashmë 18 vite që punoj kryesisht vetëm me të mbijetuarit dhe në baza ditore dëgjoj trauma të ndryshme, trauma që ka njëherë truri njerëzor nuk arrin me i perceptu që një njeri mundet me kalu në gjanat e tilla, po fatkeqësisht të mbijetuarit kanë kalu. Por është prezëdhënëse kur të mbijetuarit marrin guximin me ardh, me kërku ndihmë, edhe aty hapen dyert e shërimit. Kur personat fuqizohen psikologjikisht, atëherë është një paqe shpirtërore për të mbijetuarit që t'i qasën drejtësisë. Vetëm atëherë kur dhunuesi është mbrapa grilave, ata ndihen në paqe. Atëherë unë ka vite që punoj me të mbijetuarit e dhunës seksuale. Mi prej Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, e cila është themeluar në vitin 1999, për m'ju ndihmu personave që kishin përjetuar trauma të ndryshme gjatë luftës, ku këtu kuptohet edhe me punu edhe me të mbijetuarit e dhunës seksuale. Ku të marrë parasysh që çështja e dhunës seksuale është një çështje shumë e ndihshme, të mbijetuarit e kësaj dhune e kanë pasur vështirë me u qas burimeve të ndihmës në organizatën tonë. Edhe fillimisht kanë ardhur, kanë folur për përjetime të ndryshme, kanë folë për traumat të ndryshme që kanë përjetu, mirë po e kanë pas shumë të vështirë me folë për dhunën seksuale. Fillimisht nështë kanë tregu për vrasjet, për torturat fizike, për burgoset që kanë përjetu, kur shkriju njëherë një raport i mirë mes psikologët dhe psikoterapeutit, atëherë kanë filluar me folë edhe për dhunën seksuale. Nuk është e lehtë, absolut nuk është e lehtë me ndëgju në baza ditore. Unë po bëhen tashmë 18 vite që punoj kryesisht vetëm me të mbijetuarit dhe në baza ditore dëgjoj trauma të ndryshme, trauma që ka njëherë truri njerëzor nuk arrin me i perceptu që një njeri mundet me kalu në gjanat e tilla, po fatkeqësisht të mbijetuarit kanë kalu. Por është prezëdhënëse kur të mbijetuarit marrin guximin me ardh, me kërku ndihmë, edhe aty hapen dyert e shërimit. Edhe mandej në organizat nuk është se ofrohet vetëm shërimi psikologjik. Duhet keni parasysh që nuk mjafton për një të mbijetuar me e shëru vetëm simptomat e traumës. Një mbijetuar ka nevojë me marrë një trajtim holistik, ku aty ofrohet shërbimi mjekësor, shërbimi psikologjik, shërbimi psikiatrik, fizioterapia kur dhimbja mbeshet në trup sepse ka të vështirë me u verbalizu. Madje është edhe mbështetja ligjore që kur personat fuqizohen psikologjikisht, atëherë është një paqe shpirtërore për të mbijetuarit që t'i qasën drejtësisë. Vetëm atëherë kur dhunuesi është mbrapa grilave, ata ndihen në paqe. Do të thonë, kështu që në kuadër të organizatës ofrohen shumë shërbime, e një ndër to shërbime ofroj domethënë edhe unë. Është nder, është privilegj, po të njëjtën kohë është edhe përgjegjësi e madhe me punu me mbijetuarit.